Përshëndetje binjak të dashur, jam Diana nga Letrat Rëfejnë dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Letrat që kam hapur janë 3 të monedhës, 5 të kupës, faqe e shpatës dhe rrota e fatit. Në pamje të përgjimshme, ky lexim flet për binjak që janë duke dalë nga një zhgënjim apo nga një mërzitje, ndonjë shqetësim. Por ende po i mban syt tek ajo apo ai apo agjë që i keni humbur, jo tek ajo që është duke ardhur. E ardhmja ka lëvizje të forta dhe shanse reale të dashur binjakë, por vetëm nëse ndalon se jetuar emocionalisht në të kaluar. 5 të kupës, për shembull, e ardhmja e afërt të tregon qartë diçka që ka përfunduar, që mund të jenë shumë çka. Një lidhje, një marrëdhënie, një projekt, familje, diçka që sikur nuk ka ecur ashtu siç keni dashur. Dhe kjo tregon që ende po e vajton më shumë se sa duhet. Jo çdo humbje është gabim. Disa gjëra duhet të përfundonin që të hapin një rrugë tjetër, një absolutisht më e mirë. Ndalo së rikujtuarit të dashur binjakë, çfarë do të ishte po të ndodhte kështu, çfarë do ishte po të vazhdonit apo po të çfarë do që të jetë, pyetja vetme që vlen është çfarë bëj tani apo çfarë duhet të bëj tani. 3 të monedhës, ndërtime me të tjerët, që është, mund të meni kështu bukfalisht të them, një bashkëpunim, një ndihmë, ndoshta në këzhgërimin e juaj. Ky letë tregon bashkëpunim, mësim dhe ndërtim hap pas hapi. E ardhmja jote nuk është solo, apo vetëm. Ke njerëz përreth që do të ndihmojnë, do bashkëpunojnë, që ka njerëz, mundësi ose projekte ku ti ke rol konkret, por duhet të tregohesh serioz apo serioze. Puno me dikë, mëso diçka të re, kërko feedback, këtu fitohet duke u angazhuar, jo duke shpërndar energji në 10 drejtime, si që është kjo këtu, mërzitur, s'po ecën, s'po bën dhe me aq që kur mjafton, nuk dua më t'ja di para se një gjë. Është pakës e tepruar, nga që këtu dhe ke njerëz, dhe ke mundësi, dhe vërtet mundësi reale për të ecur përpara dhe për të mbyllur atë çfarë nuk ka funksionuar në një drejtim apo një kahje të re. Impulsiri, faqe e shkopive. Shikoni, një ide re, një dëshirë, absolutisht kur mbyllim derën diçka e kuptojmë vetë që duam diçka të re. Jo asgjë të vjetër. Një dëshirë për të provuar diçka ndryshe, një ndjenjë. Sigur do ta ndjeni po më thërret diçka e re, diçka tjetër. Por kujdes, nga që faqe e shkopive është entuziazëm, pak i papjekur, por prap më i mirë se kjo këtu që është të mërzitur, nëse nuk kanalizohet apo nëse nuk ka sukses. Mos u hidh në 100 gjëra. Zgjidh një dhe testoje seriozisht. Do thotë ti merrni gjërat vërtet shtruar kësaj radhe. Ndryshe mbetet vetëm si ide. Rrota e fatit, letra që tregon ndryshime të pashmangshme. Do thotë në këtë zhgënjim, shqetësim që keni patur dhe pak e mërzitur, ato kupa që keni humbur dhe që janë futur në këtë vrimën, këtu ta them, janë 2 kupa këtu që të qëndrojnë që tregojnë mundësi që janë duke ardhur. Dhe ja ku është rrota e fatit, ju mbi ato rrotat e fatit, tregon ndryshimin, siç thash, të pashmangshëm. Rrota po lëviz pavarësisht nëse je apo si je binjak gati. Por ja e vërteta, fati favorizon ata që janë në lëvizje. Do thot, duhet të lëvizin përpara të dashur, jo ata që presin të ndryshojë diçka vetvetiu. Thuaj po ndryshimit binjak. Nëse tenton të mbash gjithçka siç ishte, rrota të kalon sipër, ka përcen ty dhe ikën. Pra,
të gjitha ata që duan televizin, duan të arrinë aty, të lënë gjithçka që nuk ka funksionuar më përpara, apo mënyrën se si e keni bërë, nuk do të thotë patjetër në dëshuri, nuk do të thotë patjetër në punë, në diçka që nuk ka funksionuar, do të thotë kërkon një ndryshim këtu për televizor para. Pra, ju kalon sipër dhe ka përsen. Prandaj merreni, shfrytëzojeni këtë energji që është duke ardhur. Më falni. E ardhmja jote, binjak, nuk kërkon që të harrosh me njëherë gjërat që kanë ndodhur, por që të mos ndërtosh jetën mbi atë që nuk funksionon, siç e thash. Kur e kthen vëmendjen tek ajo që po vjen dhe punon bashkë me të, me atë energji, ndryshimi bëhet aleati juaj. Pra, kur ndalon së qarë për atë që ke humbur, të ankosh për atë që s'ka ecur, dhe fillon të lëvizesh, fati gjen mënyrën të të takoj. Kjo është fakt, jo mendim, të dashur binjak.